dita e 16 e protestave të shqiptarëve kundra qeverisë Rama dhe Edi Ramës. Dhe në këtë moment dua të jap një mesazh të gjithë shqiptarëve kudo që janë. Ju që jeni në diasporë, nëse keni mundësi, ejani të ndihmojmë shqiptarët që të bëjmë një revolucion dhe të krijojmë një Shqipëri të barabartë përpara ligjit dhe të lirë si e gjithë Europa demokratike. Ndërsa mesazhi për të gjithë shqiptarët fisnik që i kam kudo këtu përreth meje është shumë i qartë. Të jeni të bashkuar dhe të keni një qëllim. Qëllimi juaj duhet të jetë shumë i qartë dhe të ketë si mendim dorëheqjen dhe rrëzimin e Edi Ramës dhe kriminalit të opozitës shqiptare Sali Berishës, që është një diktator i poshtër, një njeri dinak që nuk ka lind Shqipëria me dy fytyra, ky është Sali Berisha. Prandaj ne kërkojmë një revolucion, kërkojmë një Shqipëri të lirë, një Shqipëri demokratike, një Shqipëri humaniste dhe një Shqipëri si e gjithë Europa. Franik Majsuri, politika shqiptare, Pik Art, Rrov Shqipëria, Rrov Humanizmi, Tiranë 2026.